Mirë se erdhët në një vlog të ri. Unë jam Brisi, për ju që nuk më njihni, për ju që më njihni mirë se rikthyet. Mami? Po. Sa po mora Lelushin. Mund të duket në fytyrën time sa e lodhur jam se nuk kam fjetur gjithë natën. Por është gjithsesi një ditë e bukur sepse sot kemi diell. Edhe tani do ikim që të bëjmë pak pazar me Lelën. Është karnevale, siç mund ta dini besoj, Lela ka vendosur që për sot të jetë një unicorn me krah fluture dhe me shkop magjik. Kemi dhe fustan të borbardhës, por që do e lejmë për ditën e festës. Jemi te Lidl, goca, mama, edhe ka dalë ky dash, nuk e di nëse e keni provuar ju, po e marr, që ta shikoj se si do jetë. Kam besim tek dashi. Do të nga 20 deri 60 gradë, që kështu është okej, besoj. Ne erdhëm te shtëpia, po presim babin poshtë. Po, mami na erdhi pranvera. Erdhëm në shtëpi, po shuam pak. Edhe tani kemi nis darkën, do kemi salmon në furrë edhe do bëj pak si tip sugo. Këto janë parmigiane, edhe do t'i hedh domate, do bëj makarona me këto si tip perimesh, edhe salmon. Hedhim pak pudra, erza, sipas dëshirës. Tani kanë lëshuar një aromë shumë të mirë. Gjes nga një ditë tjetër, po shikoj flokët e mia që kam kap kështu gjasme, se nuk kishte mënyrë tjetër se si t'i kapja. Sepse sot kanë ditën e larjes. Nëse detaje që nuk ju intereson shumë ndoshta, po e ke parasysh kur nuk ndjehesh komfi dhe justifikon vete, kjo është punë që po ndodh. Jam çik vonë sot sepse Leila nuk më bindej. Edhe po, duhet të nxitoj se kam një takim në 9:30 edhe është 9 pak. Por që arrita. Kemi shi këto ditë në Bremen, por që në të premte do na dalë dielli, me zor po pres që të fillojmë të shijojmë pak pranverën, se na mësoi keq këto ditë me diell. Po prap nuk qam sepse kam dalë pa kapele. Edhe kjo është shenjë që është kohë e mirë. Ma bësh mami telefon? Cheese! Cheese, mama! Cheese! Juhu, hello from another day, nga një ditë tjetër, që ka nisë shumë herë të them drejtën. Ka nisë shumë mirë. Shpresoj të vazhdoj kështu, po pak një moment kritik. Sepse çova Lelën, çova Lelën, edhe çdo gjë okej, edhe pse kur hyri aty nuk donte të rrinte. Keni vënë re që flas gjithmonë kur jam duke ikur nga parkingu te ashensorit të puna. Sorry që shihni zakonisht këto pamjet, po s'kam çfarë bësh, momenti më i mirë për mua. Nëse e filloi të qante Lela, edhe normalisht unë mund të ta kisha marrë me vete te puna. Nuk do ishte fundi i botës, po nuk dua që të mësohet me këtë që okej, unë po qaj sot se mami merr të puna, edhe I thash okej. Qëndrova pak, e qetësova, po kur më çoi te dera, prap filloi që të qante. Edhe I thash edukatorës, nëse vazhdon kështu më telefono, se normalisht nuk doja ta lija atje duke qarë, duke qenë se mundësinë e kam të marr, se kur nuk ke mundësi s'ke ç'a bën, do e lesh, s'ke, I kuptoj ato prindër që po thoja që I kuptoj ato prindër që nuk e kanë mundësinë edhe s'kan ç'a bën do t'i lejnë. Nëse isha te parkingu, sapo bërita vëllai themi, edhe më telefonon edukatori, e thash mos, tani do të shkoj që ta marr. Jo, ndërkohë më tha që jo, doja të the vetëm që Lela nuk po qan,
Thash se do më thoj hajde mere se po qanë. Që kështu, okej, sikur u rregullua, sepse dita nisi shumë mirë. U zgjuam herët, po që bëm goxha punë. Unë zakonisht dushet e mia i bëj në dark, sepse në mëngjes dihet sa kaotike është në Lelën, sa më pak punë aq më mirë. Po ti isha aq e lodhur. Di kisha ditën që të laja flokët edhe këllava njerën sepse isha shumë e lodhur. Që kështu përfitova nga mëngjesi edhe i lava, ja pse jam edhe me kapuç përsëri. Du të them që nisi dita shumë mirë, hëngri mëngjes, çdo gjë në rregull dhe pastaj ndodhi kjo. Nëse u rregullua. Nesër mendoj se do punoj nga shtëpia, sepse këtu do bën disa punime të zyra. Edhe do jetë shumë shurb, që kështu mendoj se do punoj nga shtëpia. Ka gjo, unë të dua edhe se nuk më jep regalo ti. Unë të dua shumë gjithmonë, edhe kur nuk më jep regalo. Quando sono grande ti porto regalo con io do soldi. Do më japësh ti mulej kur të rritesh ti? Ha? Kur të rritesh, bësh e madhe? Prendo un po' soldi dalla canciata mami. Ke çanta mami do të marrësh ti lek? Po që i donë që do blesh ti me ato lekët? Muffins? Po që i do muffins ti? Po tu, io ti compro a te pa. Për mu? Ma ne i bëjmë ke shtëpia vetë. No. Si però non sono quello così. Buk urgenze, le të themi. Pizza. Pizza adesso? Pizza. Është karnevale, është mëngjes, do ikim te kopshti, po do çojmë diçka për të ngrënë, edhe jemi duke te bekeraj me Lelën. Të shkojmë të blejmë edhe pastaj t'i futemi punës. Erdhi dhe momenti i drekës, këtu do sajojmë një gjellë shumë të lezetshme, kështu parashikohet. Do bëjmë një gjellë me këto që janë si qofte, tani sa po i miksova, do t'i bëj topa. Ndiqe një hap pas hapi, sepse është shumë e shpejt edhe e njami. Guardate edhe në rave me kam përta tona. Jemi pik delikat, që t'i gani në vend gjitë, po të pak të nuk është këtu që të lejmë këto mikroplastikat, le të themi, nga këto që janë antiaderent. T'i gani shëndetshëm, po është pak në gjitës. Të jemi të kujdesshëm mos i prisim topët. Do t'i hedhim oriz. Do t'i hedhim salcë. Krip dhe erza sipas dëshirës. Mbulojeni me ujë dhe vendosim një kapak. Për ndryshe mund ta fusni edhe në furrë. Dhe kjo bëhet vetë tani. Duke qenë se mishin e gri nuk e harxova gjithë për gjellën që po bëj, po përgatis edhe një bolognese që ta kem për rast emergjence gjatë weekendit, që gjatë fundjavës, kur kemi dalë, jemi shpejt, apo nuk ka mundësi të gatuaj. Bolognese me qep, karrota, selino, hudhër, mish të grirë, edhe i hedhim salcë, erza, edhe i lejmë këtë të bëhet vetë. Ndërkohë që këto janë gati, unë vazhdoj të merr me punët e tjera. Ja kam ullur komplet këtë tek dyshi, po sa t'i bie rivala, edhe duhet të bëhen avash avash. Ja, dhe gjella është gati, gjithashtu edhe salca. Mamasitas, tani unë u ula. Naroj puna nga shtëpia sepse bëhemi pak më shumë njerëz, edhe kur kemi ndonjë meeting kështu tek puna, detyrohesh rregullohesh i çik. Më shumë rësiklet kur del në kamerë se sa kur e ke takimin kështu personalisht. Unë tani dua të marr momentin t'ju tregoj diçka. 2 gjëra doja t'ju tregoja në këtë video. Ushtrimet që bëj për kurrizin, sepse në Instagram gocat ma kanë kërkuar, edhe tregoj që kanë filluar seriozisht përgatitjet për lindjen.
avash i kam filluar, po që kam nisur kursin e gjithëdhënies nga Zamira, që e përshëndes. Ju e dini që unë kam kaluar një eksperiencë shumë të keqe 10 ditë pas lindjes me mastitin, edhe nuk dua që kjo të përsëritet, prandaj mora kursin e gjithëdhënies që të jem super përgatitur, mos të heq keq. Edhe gjëja tjetër që doja t'ju tregoja është pompa e gjirit që unë kam zgjedhur. Është nga Mom Cozy. Jam e sigurt që e keni parë nga shumë mama to be apo mama të reja, sepse është një nga pompat më in për momentin. Pompa normalisht vjen me këtë kutinë vet, por që unë e shpaketova sepse do bëj edhe një reels për këtë. Edhe vjen me këtë çantën e vockël, më erdhi dhe Leila. Vjen me këtë çantën e vogël, t'i tregoj mami pak shoqeve të mia, okay? Edhe pastaj do ta tregoj edhe ty, okay? Se bukur! Shikon Naza Leilës. Ligjën e vet që shumë e mirë për ta transportuar, sepse kjo është një pompë elektronike. Fjala e duhur nuk i po e di tamam në shqip. Edhe vjen në këtë mënyrë që mund ta transportoni kudo. Pra është elektronike që karikohet. Ka fishat e veta të karikimit. Përveç kësaj vjen edhe me natyrisht me manualin e instruksioneve dihet këtu. Edhe vjen me këto që janë për të gjetur masën e duhur për kokat e gjirit. Vjen me kokat që montohen. Mund të shikosh Leila, urdhëro. Pastaj, këto janë të tjera. Shikon mami, unë të bëj sikur po ja tregoj Leilës. Pastaj, kjo është pompa. Është shumë praktike, sepse këtë mund ta vendosësh ndërkohë që po bën punë të tjera. Ky është versioni M5, vjen me grada që ju mund t'i ulni, mund t'i ngrini kur pomponi. Siç duket këtu është kjo forma që ngjitet tek gjiri. Kjo hiqet. Këtu kemi kur vendoset tek gjiri. Vjen me grada sa doni fuqinë e pompimit. Që ta ruani qumshtin pasi e keni pompuar, nëse e keni tepër. Ose mund ta hidhni te bibironi nëse mendoni që t'i jepni bebit tuaj edhe qumësh nga bibironi. Postojmë Barbin e Leilës që nuk po na le rahat bëjmë këtë video. Edhe duhet t'ju them që unë normalisht nuk e kam provuar ende, edhe nuk është se mund të vej dorë në zjarr për këtë, po nga eksperiencat e gjitha mamave që kam parë vërtet, thonë që është shumë ndihmes, është shumë komode. Edhe mund ta mbani kur dilni, kur bëni punë, siç po thoja. Edhe po mendoja që unë e kam ushqyer Leilën me gji 20 muaj. Edhe në fillim, kur e çoja në çerdhe, i jepja akoma gji. Nuk e di se do të jetë rasti jonë kësaj here, po që ndoshta do të më jetë ndihmes, që edhe kur të jem në punë, për shembull, mund ta përdor pa problem, sepse është realisht shumë komode. Thoni ju mama nëse e keni provuar pompën, diçka tjetër për shembull që le të themi si punë që bën kjo është edhe për të rritur, për të inkrementuar produksionin e qumshtit. Ndoshta do kem nevojë, ndoshta s'do të kem nevojë. Me Leilën nuk kam patur nevojë sepse siç ju thash kam prodhuar shumë edhe sa kalova në mastit, por të paktën ta kem nuk është gjë e keqe. Më thoni ju si e mendoni për pompat, i keni zgjidhur apo jo. Unë e di që tek kursi i Zamirës kam edhe seksionin si të zgjedh pompën. Edhe aty do mësoj edhe më mirë se si mund ta përdor pompën, në çfarë momenti mund të më jetë ndihmes. Por ndërkohë, kur më ofrua si mundësi bashkëpunimi, e pranova me një herë, siç u thash, nga që e kam parë tek shumë mama. Kaq ushtrime do t'ju tregoj në një moment tjetër, kur t'i bëj, ose po mendoj edhe t'ju tregoj
t'ua tregoj me gojë, për shkak se më vjen edhe një çik zor të dal këtu, në gjendjen që jam edhe të bëj ushtrimet. Prandaj, po, ndoshta do t'ju tregoj ndonjërin, por pak a shumë te fizioterapia, të kalojmë tek tema tjetër tani, tek tema e ushtrimeve. Si fillim, fizioterapistja më bënte një masazh që të më ngrohej, po të themi, një çik kurrizi. Thjesht një masazh i lehtë. Pastaj, pas këtyre, bëja këtë lloj ushtrimi që doja lë këtu me foto, pra si tip ure, thjesht ulje ngritje. Duhet ta keni parasysh që këto janë ushtrime që i bën edhe dikush si unë, i ka bërë dikush si unë që kishte probleme, edhe me shtatzanin, domethënë që nuk duhet të sforcohesha tepër, janë ushtrime minimale. Ju që jeni mirë nga ana shëndetësore, nuk keni probleme me shtatzanin, atëherë mund të bëni not, sugjerohet shumë, mund të dilni për ecje, për mua për shembull edhe kjo ishte problem. Prandaj këto ushtrimet janë praktikisht shumë të lehta. Pastaj ushtrimi tjetër ishte ai që në yoga quhet pozicioni i kaut, i lopës, nuk e di, po ja lë edhe këtë me video, praktikisht që ulet kurrizi dhe drejtohet me 4 gjymtyrët. Pastaj së fundmi fillova dhe ushtrimet me atë topin plastik, me atë topin e pilatesit, edhe ato ishin goxha të mira dhe ushtrimi vetëm që bëja ishte që të bëja disa lëvizje rrethore që legeni të lëvizi. Një ushtrim tjetër është thjesht të lëvizja legeni kur isha shtrirë nga një anë në tjetrën. Edhe pastaj një tjetër ishte u vendosja në anën e kësaj si tip divani, si tip barrele, edhe prap kjo me lëvizjen e legenit. Lëvizjet e legenit janë shumë të rëndësishme në shtatzani, sepse këto pastaj japin, është aty ku përshëndrohet lodhja, edhe prandaj u fokusonte edhe aty, sepse edhe unë aty e kisha dhimbjen. Siç thash, shëtitjet janë, nëse keni mundësi, mos i lidh. Dhe i fundit është një ushtrim stretching. Sigurohuni që të hapni këmbët mirë, thjesht ulesh në gjujë edhe drejton kurrizin kështu praktikisht, po ju alë dhe këta me figurë. Këto janë ushtrimet që unë detyrohem t'i bëj, sepse edhe kur ri ullur shumë më dhem kurrizi. Më thënë unë flasë, Leila flet akoma më shumë si unë, si kur të bëm për kastile. Unë po e mbyll këtu, po e lë me kaq, po e mbyll këtu, edhe shpresoj që ju të jeni sa më mirë, edhe do të shihemi në një video tjetër. Paqin!